Babai I Ervis Martinajt, Mustafa Martinaj, është paraqitur për herë të dytë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në procesin për pasuritë të birit. Seanca u shty sërish për shkak të mungesës së 2 avokatëve. Pas daljes nga gjykata, Mustafa deklaroi për gazetarët se autoritetet nuk duan të zbardhin zhdukjen e Ervisit, duke thënë: "I kam dhënë koordinatat e sakta dhe emra konkret, por askush nuk është interesuar që atëherë." Ervis Martinaj, I njohur si mbreti I Bixhozit në Shqipëri, kishte ndërtuar një perëndori të lojrave të fatit dhe basteve sportive përmes kompanive të tij King Casino dhe Albania Baste Live. Ai u bë objekt hetimesh të SPAK dhe policisë për pastrim parash, veprimtari të paligjshme dhe lidhje me krimin e organizuar. Emri I tij lidhet edhe me ngjarje kriminale, përfshirë një përplasje me armë në ish blok në vitin 2018, ku një person humbi jetën dhe vetë Martinaj u plagos. Martinaj rezulton I zhdukur që nga 8 gushti 2022, kur u pa për herë të fundit në Tiranë pranë zonës së Zogut të Zi dhe u largua me një automjet luksoz. Autoritetet shqyrtojnë 2 pista kryesore, një vrasje nga grupe kriminale kundërshtare ose një zhdukje I inskenuar për të shpëtuar nga ndjekja penale. SPAK ka nisur hetime financiare, duke sekuestruar prona, llogari bankare dhe biznese të lidhura me Martinajin dhe familjarët e tij, me vlera që kapin miliona euro.